Në Qendrën për hapje dhe dialog në ambientet e kryeministrisë në Tiranë, u promovua dokumentari Porta Mikpritëse e Shqiptarëve në Hungari, kushtuar konsullit të nderit të Shqipërisë në Hungari, Avni Hafuzi. Me ide dhe regjin nga Gëzim Podgorica, ndërsa autore dhe skenari nga Freskida Miloti. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe protagonisti i dokumentarit Avni Hafuzi, si dhe diplomat, gazetar dhe miq të tij. Dokumentari fokusohet në jetën e Avni Hafuzit, fillimisht si emigrant në Hungari dhe sot përmes sakrificës, përkushtimit dhe një force të rrallë shpirtërore. Ka shënuar një histori suksesi në biznes dhe si konsul nderi i Shqipërisë në këtë vend. Ai cilësohet si një frymëzim dhe model si bamirës, por dhe mbështetës i shkëmbimeve kulturore shqiptaro-hungareze. Pjesë e këtij dokumentari janë familjar, diplomat, miq, që e njohin veprimtarinë e tij dhe e vlerësojnë bashkëpunimin e ngushtë që ai ka pasur me ambasadat e Shqipërisë në shtete të ndryshme. Ata kanë folur për jetën, veprimtaritë e Hafuzit, për suksesin e jashtëzakonshëm dhe bamirësitë e tij. Sot ishte po ashtu një ditë e veçantë e promovimit të dokumentarit kushtuar jetës dhe veprimtarisë konsullit të nderit zotit Avni Hafuzi dhe filantropit të njohur tashmë, ai i cili sigurisht e meritonte këtë dokumentar dhe për mua ishte vërtet kënaqësi edhe ta ndaja mes miqve të tij dhe miqve të mi një ditë të veçantë këtu në ambientet e KOD në kryeministri. Unë dua të falenderoj pa diskutim edhe stafin e KOD-it që na është bashkuar në këtë veprimtari në promovimin e këtij dokumentari. Patjetër që pata mundësi të shijoj një moment të veçantë të punës së gjatë me stafin tim, të cilin natyrisht dua ta falenderoj si Shkëlzenin dhe Dilanin, që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme krahmeje, ato që e ka ideuar pa diskutim edhe zotin Podgorica. Jam në një emocion të bukur pas transmetimit, duke marrë urimet dhe përgëzimet e miqve. Nuk gjej fjalë për emocionet të tregoj jetën apo përgatitjen e filmit dokumentar që u realizua në fillim të vitit, që mora dhurat për vitin 2025, mora dhurat, ka qenë shumë gëzim dhe për familjen time, për preshemën time të dashur, për të gjithë. Avni Hafuzi është iniciatori vendosjes së bustit të Skënderbeut në qytetin e Egërit. Ai është vlerësuar me dekorata dhe certifikata mirënjohje për angazhimin në promovimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kontributin e tij për shoqërinë.